Top 20. Top 20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjo muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Rikthehemi në studio me njërën bas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në ditën e sotme, dhe në këto momente në studio me mua është Ela, e cila vjen nga Kisha Ungjillore në Sovjan. Ela, kënaqësi të jemi së bashku sot, edhe dua të ta them edhe live urime për shtazaninë e dytë. Faleminderit. Ishte shumë bukur, edhe është bukur që të zhvillojmë këtë bisedë së bashku me ty. Faleminderit shumë, unë jam e kënaqur që më ke ftuar, edhe është vërtet kënaqësi të vish këtu. Të falenderoj dhe uroj që gjithçka që ti do të ndash në ditën e sotme të jetë një mesazh i fortë për gjithë ata që janë duke na ndjekur, edhe pse jo t'ju shërbej për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm në jetën e tyre për t'i besuar Jezusit. Por le ta nisim së pari këtë bisedë me përshkrimin tënd për sa i përket rrugëtimit të besimit. Si nisi historia jote me Zotin? Atëherë rrugëtimi im ka nisur në një moshë që në moshën e adoleshencës, ku pothuajse pjesa më e madhe e adoleshentëve ndihen të padashur nga shoqëria apo të menjanuar, edhe unë isha një nga këta adoleshentë. Dhe isha shumë e menjanuar në shoqërinë time, dhe rastësisht në gjimnaz, kur nxënësit ndahen nëpër klasa, në klasën time janë disa vajza që frekuentonin kishën e Libonik. Dhe ajo që na bashkoi ne si vajza ishte muzika. Sepse unë mund të këndoja, kisha talentin në të kënduar. Edhe vajzat më ftojnë, ti mund të vish të këndosh. Eja në kishë, eja të këndosh. Edhe duke qenë pak ashtu e menjanuar, shumë herë kisha refuzuar, sigurisht, ftesën për të shkuar në kishë. Isha shumë e vendosur që jo, nuk do të shkoj. Mirë, po mbas shumë përpjekjesh të këtyre vajzave që Zoti i përdori për të ndryshuar jetën time, një herë unë pranoj që të shkoj në takimin e rinisë, dhe në atë kohë takimi i rinisë drejtohej nga pastori, nga Platori. Po. Dhe që në takimin e parë më beso që kam kuptuar natyrën mëkatare që kisha. Edhe nuk më ka ardhur mirë nga ato që dëgjova, edhe thash për Platorin që ç'është ky njeri që flet kështu kaq troç. Edhe mirë, po gjithsesi, takim pas takimi, ajo që më mbante në kishë ishte ajo që shihja ndryshe nga ajo çfarë kisha jetuar si një adoleshente që ishte e vështirë për të pranuar në shoqëri, në shkollë. Në kishë nuk kishte diçka të tillë. Unë shikoja një pastor që i donte të rinjt, jepte me shpirt për të rinjt. Domethënë ai investonte kaq shumë nga vetja, dhe thosha nuk mund të jetë e shtirur kjo gjë. Edhe në këtë mënyrë unë Edhe në fundit kjo gjë nuk mund të bëhet në vazhdimsi, jo. Po. Sado që dikush të përpiqet që të bëj të kundërtën e asaj që është, deri në një farë momenti pastaj tregon se kush je në të vërtetë, dhe ajo që Platori tregonte ishte se kush ishte ai në të vërtetë në Krishtin. Edhe kjo është ajo që mua më ka mbajtur në kishë. Kështu vazhdova që të isha pjesë e kishës, jo të shërbeja, prap kisha si të thua, kisha krijuar një barierë, një mur. Pavarësisht se unë isha pjesë e kishës edhe shkoja në takime, po përsëri kisha një barierë në vetvete që deri diku mund të dyshoja që jam besimtare apo si jam besimtare, dhe e kisha të vështirë ende të përfshihesha në grup njerëzish për të shërbyer. Mirë, besoj që kjo gjë kërkon pak kohë, edhe kërkon një pjekuri në besim. Edhe më vjen mirë që e nise nga momenti i një adoleshente, sepse duke ju referuar realitetit në cilin e jetojmë, është e vështirë të punosh me adoleshentët, edhe në kishë, dhe besoj që ti tash më bie dakord me këtë, duke parë edhe mbasi vitet kanë kaluar, edhe duke parë brezat me cilët ju punoni momentalisht, por cila ka qenë ajo pikthese që të bëri të kuptosh se Zoti kishte një plan të veçantë në jetën tënde? Kur fillova universitetin, unë u shkëputa nga kisha në Libonik, sepse studioja në Tiranë. Edhe në kishë, gjatë kohës, kur kisha filluar që të shkoja fillimisht gjatë kohës të gjimnazit, unë njoha me shumë miqe, dhe një nga miqtë e mi më të mirë ishte Genoja, që sot është bashkëshorti im, por
Perëndia më bekoi me të sepse Genoja më ka treguar që prej fillimit dashurinë e Perëndis, edhe gjithmonë e theksoj këtë gjë tek ai, që më ka treguar dashurinë e Perëndis. Edhe nga ajo kohë ne e kishim vendosur, ishim të bindur që Perëndia na kishte zgjedhur për njëri tjetrin, por unë u shkëputa sepse duhet të bëja studimet në Tiranë. Dhe mbas studimeve unë isha e detyruar të kthehesha përsëri në Libonik sepse Genoja kishte pranuar thirrjen e Perëndis për të shërbyer në Sovjan. Dhe ai nuk pranonte kurrësi që të linte për gjysmë një gjë që Perëndia kishte thirrur të bënte. Kështu që mua më takonte vetëm ta mbështesja. Dhe kthehem në Libonik për një kohë goxha të gjatë, nuk përfshihem dot në asnjë lloj programi, në asnjë lloj as takim fëmijësh, as studim biblik. Nuk e gjeja veten asgjë kundi për gati 2 vite. Edhe ndjesha keq këtu pastaj, sepse kishte kaluar ajo periudha e fillimit kur unë nuk desha të përfshihesha, dhe tani që unë isha gati, Zoti nuk po më vendoste diku. Domethënë ndjesha e papërdorur. Kur shikoja të tjerët që shërbenin, unë isha gati, doja dhe nuk mundesha, nuk kisha një vend, një shërbes specifike për mua që unë mund të shërbeja dhe ndjesha keq, e vuaja këtë pjesë. Dhe në një moment Platori më njofton që është një studim biblik ku kam nevojë për një përkthyes sepse unë nuk do të jem. Dhe studimi ishte një studim biblik për të rritur, që e drejtonte në atë kohë Skoti edhe Viki, dhe Platori nuk ndodhe, kështu që unë, meqense mund të flas anglisht, po shkoj, pa pikpritshmërie, domethënë nuk e kisha fare të menduar që hajt më, po shkoj. Ishte thjesht një moment apo një ditë e caktuar që ti duhet që tjerë duhet isha aty në një përkthim. Po. Dhe kur mbaron takimi, unë kuptoj që kjo është thirrja ime. Nuk e mendoja kurrë që në një moshë aq të vogël të mund të jepja një mesazh, një mësim atyre që ishin shumë më të rritur se unë, ishin mosha e prindërve të mi. Sepse ne shohim me këtë moshën e viteve, por Perëndia nuk na sheh ashtu. Edhe atje e kam ndier, e kam kuptuar që kjo ishte shërbesa për mua dhe këtu unë kam filluar që të shërbej në Kish, në studime biblike në Libonik, në Sovjan, në Maliq, bashkë me Skotin dhe Vikin, dhe kur ata u larguan, i kam vazhduar vetëm këto studime. Më vjen shumë mirë se si Perëndia është duke të përdorur. Po, këtu Perëndia më ka kthyer 360 grada të dëshirën edhe pikpamjen se si do të shërbej në Kish, si do të më përdorte ai. Mos harrojmë, planet e tij janë shumë më të mëdha se sa planet që ne kemi. Ela duhet të pyes, sa të ka mbështetur familja në këtë moment, sepse e di që ndonjëherë prindrit tam përpiqen që ne shkojmë në universitet në Tiranë, të vazhdojmë jetën ande, karrierën ande, apo diku tjetër ku mendojnë që do të jetë shumë më mirë për të zhvilluar ne në aspektin individual, por dhe profesional. Shiko, për faktin që unë u ktheva nga Tirana, familja nuk më ka kundërshtuar as pak. Ishte gëzim për ta. Po. Sepse motrat e tjera kishin lëvizur nga familja, kështu që ata donin shumë që një fëmijë i tyre të ishte afër. Edhe me idenë që edhe Genoja është këtu, kështu që Ela nuk ka për të lëvizur dori këtu. Kthimin ata e kanë shijuar shumë, që unë jam pranë tyre. Por kush prind nuk do ta shijonte. Shërbesën në Kish kanë qenë pak skeptik. Nuk e konceptonin dot si është që ti jesh në Kish. Është punë? Jo, është shërbesë, po çfarë është shërbesa? Domethënë kishin shumë pikpyetje. Po. Deri në momentin që e kuptuan që kjo ishte diçka për të cilën ne kishim vendosur jetën në Krishtin, edhe kësaj gjëje do t'i shërbenim. Në fakt shpesh dëshmitë e jetës patjetër prekin zemrat e njerëzve sepse janë historitë e atyre individëve që i ndajnë, dhe në këtë rast historia jote. Duhet të të pyes se cila pjesë e historisë tënde mendon se ka ndikuar më tepër tek të tjerët, tek ata persona që ti ke kontakt vazhdueshëm në mënyrë që të afrohen me Perëndin dhe të njohin Jezusin. Një gjë që unë besoj është që jeta e një besimtari është dëshmi çdo ditë. Domethënë ne kemi çdo ditë gjëra të vogla, të mëdha, me të cilat mund t'i dëshmojmë botës që Perëndia më do, Perëndia ka vepruar në jetën time. Do përpiqem t'i bie shkurt. Jo, mund të zgjatesh. Por mund të ndash atë që ti vërtet ndjen. Kjo është një tjetër pjesë e dëshmisë e jetës time. Në një moshë të caktuar, fillova që të isha më e vetëdijshme për shëndetin fizik dhe isha pothuajse e fiksuar, mund të them. Dhe kështu e kisha si rregull që bëj vazhdimisht kontrolle rutinë.
Dhe në disa prej tyre, kishte mjek që më thoshin që ishte e vështirë, thuajse e pamundur, që unë të silja në jetë një fëmijë. Po. Por unë edhe Genoja nuk është që e kishim shqetësim në zemër. Do me thënë, thuajse e haronim këtë gjë si fakt. Gjithsesi, mbas martesës, kjo ishte gjëja që ne donim, sepse ne kishim vite që njiheshim edhe nuk kishim pse të prisnim më shumë. Dhe kështu mbas martesës ne disa kohë pas dasmës zbulojmë që ne jemi në pritje të një fëmije. Wow, çfarë bekimi. Dhe vetëm pak javë pas kësaj, unë e humbas fëmijën e parë në një abort spontan. Tani, kjo ishte shkundje nga themeli për ne. Do me thënë edhe besimin, edhe jetën, edhe çdo gjë që mund të kishim planifikuar, mund të kishim imagjinuar për veten tonë. Dhe në këtë moment thuaj se isha bindur për atë që mjekët kishin thënë. Kjo më vërtetonte pra që shiko se kështu do të jetë, ti nuk do të mundesh të kesh një fëmijë. U mërzita, nuk ka, do me thënë fjalë që e shpjegon atë lloj ndjesie, sepse mendoja që kisha shumë njerëz afër, sigurisht, por mendoja që, okay, të tjerët kanë humbur diçka që thjesht e prisnin, ndërsa unë humba diçka që e kisha tashmë. Për mua ishte shumë, për mua dhe Genon ka qenë shumë e rëndë si kohë. Edhe ka qenë kohë ku ndoshta dhe kam pajsuar Perëndin, sepse të gjithë më thoshin që mos u shqetëso. Janë raste që ndodhin. Dhe unë thoja, okay, e di që ndodhin, kam dëgjuar, por pse mua? Dhe disa muaj mbas kësaj, ne zbulojmë që do të presim një fëmijë tjetër që ishte Sioni. Dhe në këtë kohë, përpos pyetjes pse mua, mora një lloj guximi të madh dhe thash, pse jo mua? Unë jam si gjithë njerëzit e tjerë, nuk kam një mburoj që i ligu mos të më tundoj, mos të bëj gjëra për të cilat unë të vënë në dyshim Perëndin. Dhe këtu ishte roli pastori Genos që më ka ndihmuar shumë jo për ta kaluar, se nuk kalon as me kohën, po për të mësuar me këtë lloj gjëje që shiko, kjo është gjëja jon, është dhimbja jon, kështu do të jetojmë. Dhe ky është momenti kur mbas lindjes përsëri nuk do të ishte e lehtë për mua, Sioni erdhi në jetë, ishte mrekulli që ne ta kishim në duar, domethënë gjithë ajo frika ankthi gjatë gjithë shtatzanisë merre me mend se si do të jem ndjer, por kur Sioni lindi thuajse u largua e gjitha, por edhe mbas lindjes nuk ka qenë fare lehtë për ne, sepse gjithë atë ankthin, stresin e akumuluar shpërtheu në postpartum. Edhe për një periudhë shumë të gjatë, pavarësisht se unë nuk e pranoja, por isha në një gjendje depresioni, ankthi, stresi shumë të vështirë. Edhe u detyrova që kërkova ndihmë nga një specialist, u këshillova me një psikologe për kohë të gjatë. Më ndihmoi deri diku për të kontrolluar gjendjen time, po jo për të shëruar. Nuk më shëroi dot, madje në një seancë psikologja më thotë që shiko, ti nuk ke kufi me njerëzit. Edhe i thash, unë nuk mundem, sepse Perëndia nuk do që unë të vë kufi. Perëndia do që unë të kem dashuri për të tjerët, po është një kohë e vështirë që unë nuk kam dashuri për veten, jo më për të tjerët, si të ndryshoj këtë gjë. Edhe përgjigjja që më tha ishte, shiko, ti besimin e ke kaq të thellë në zemër sa ti nuk ndryshon dot. Dhe ky ishte momenti që unë ndërpreva seancat. Sepse thash, nëse unë kam besimin kaq të thellë, atëre diçka Perëndia do të bëj. Një gjë do të ndryshoj, e di që do të më duhet të pres, po Perëndia do të punoj. Megjithatë, kjo gjendje ankthi dhe depresioni vazhdoi për shumë kohë. Për 3 vite e gjysmë unë kam qenë në atë gjendje. Dhe mënyra se si Perëndia më ka çliruar nga kjo gjë është mrekullia e dëshmisë në jetën time. Gjithçka tjetër çfarë mund të kisha kaluar nuk kishte të krahasuar me atë që Perëndia bëri me mua, sepse pata një moment që Perëndia më foli.
këto gjëra unë kur i kam dëgjuar nga të tjerët, më beso Kela që nuk i kam besuar. Thoja s'ka mundësi të jetë kështu. Patjetër. Po kur e kam përjetuar vetë që Perëndia më foli edhe në sekond, çdo gjë që më rëndonte në kraharor u largua nga unë. Kur Perëndia më foli dhe më tha, "Ço dhe më adhuro sepse të kam çliruar", ishte momenti ku unë isha e çliruar. Sa mirë. Domethënë ishte një mrekulli që nuk e prisja, sepse ndonjëherë neve vëmë edhe pritshmëri. Ne mendojmë që Perëndia do t'i flas dikujt që është i zgjedhur, dikujt që ka një pozitë, një pastori apo dikujt të rëndësishëm. Në të rëndësishëm siç e mendojmë ne si njerëz. Pra ne vëmë disa standarde dhe pritshmëri që ndonjëherë i dallojmë njerëzit. Edhe unë këtë kisha bërë, pra nuk prisja që kjo gjë të ndodhte me mua. Dhe kur ka ndodhur me mua, atëherë kjo është vepra e Perëndisë. Ky është kuptimi që Jezusi pati kur tha duhet të rilindësh në frym, duhet të rilindësh së larti. Së pari duhet të rilindësh. Kjo ishte rilindja për mua kur Perëndia më çliroi. Dhe besoj që kjo është pika ku njerëzit janë ndikuar nga dëshmia ime, sepse asnjëherë nuk e dim se çfarë po kalon njeriu që ke përballë. Është e vërtetë Ela dhe dua të ndalem pak edhe tek kjo pikë sepse unë nuk e kam dëgjuar herë tjetër dëshminë tënde, jam duke dëgjuar për herë të parë ashtu sikurse edhe dëgjuesit. Prandaj më vjen mirë që tashmë ti ke kaluar këtë situatë dhe ndoshta shumë persona dhe për hir të së vërtetës shumë gram pas shtatzanisë se kalojnë një fazë të tillë, por shumë prej nesh nuk e pranojnë, e kanë të vështirë ta pranojnë ndonjëherë me veten dhe sa e vështirë është pastaj ta pranosh me të tjerët. Në rastin tënd je duke ndarë në radio, edhe të falenderoj sepse është një çështje që ne flasim kaq shumë për të tjerët, por nuk e flasim për veten tonë. Prandaj dua të pyes çfarë mesazhi mund t'ju përcjellje ti atyre vajzave, zonjave që ndoshta ndodhen në të njëjtën situatë sikurse ti disa vite më parë. Së pari unë do t'ju thoja që pranoni gjendjen që jeni. Mos mendoni që 1-2 minutë kur ti ndihesh mirë edhe e qeshur, e lumtur, sepse ke në duar një krijesë të re dhe është bota në duart e tua, edhe mund të jetë një moment që ti ndihesh shumë mirë dhe thua nuk kam asgjë tani, jam në qiell të shtatë me këtë fëmijë. Por kur bie në atë qetësinë tënde, ti e di shumë mirë që je në një moment dobësie. Dhe kur jemi të dobët, ne kemi nevojë për hirin e Krishtit që të na ngrejë. Ne vetë nuk mundemi. Ne nuk e kemi këtë aftësi. Ne nuk e kemi këtë fuqi. Vetëm hiri i Perëndisë mund ta bëj. Me anë të hirit nëpërmjet besimit jeni të shpëtuar. Jo nëpërmjet veprave. Nuk ka asgjë që ne mund të bëjmë për të shpëtuar veten nga diçka. Kështu që unë i inkurajoj që në rastet kur e ndjejnë veten që nuk munden ta përballojnë më, ju lutem kërkoni ndihmë tek një specialist, kërkoni ndihmë tek ta afërmit. Unë besoj që është e vështirë ndonjëherë të kërkosh edhe ndihmë. Unë e kam patur të vështirë. Është një hap shumë i rëndësishëm, të pranosh situatën në të cilën ti je dhe më pas të kërkosh ndihmë. Është e vështirë, sepse të paktën unë personalisht e kam patur të vështirë që t'ju lija njerëzve barën time dhe e mbaja të gjithën vetëm për vete. Nuk doja që të tjerët të përpiqeshin të më ndihmonin. Edhe kur e bënin, nuk e merja për ndihmë. Në një moment të tillë, unë do t'i këshilloja që të kërkojnë ndihmë nga njerëzit që kanë afër, nga një specialist, të kërkojnë ndihmë diku. Nëse nuk flet, njerëzit nuk kanë nga ta dinë që ti ke nevojë për ndihmë. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Patjetër. Dhe siç komunikojmë me njerëzit, të komunikojmë me Atin. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndalur më tepër tek shërbesat në kishë edhe duke u fokusuar tek kisha ungjillore në Sovjan, aty ku ti dhe bashkëshorti jot jeni duke shërbyer. Por në të momente, duke qenë se ti vjen nga kisha ungjillore në Libonik, dua të të përshëndes ty edhe dëgjuesit me këngën Çmik në është Jezus Krishti, kënduar nga kisha ungjillore Libonik Maliq. Çmik në është Jezu Krishti, në çdo rast ai na mbron. Shpirti vileshti shpinem
që zemrën a lëndon. O, shkëzim shumë me largoj më, o, shmund ti me heqim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhitsoj. Kemi ngacje dhe mundime, jemi kush me hidhëri, letja bëjmë të njohur Zoti, na dhuron ai gëzi. A gjem dot një mik të tillë, tjetër mik si Zoti Krisht. Jo, pra zemrën hak tregoj, ç'të mundon ty kotësisht. Në jerën dhe i ngarkuar, edhe parën nuk bandon, ngrirar sytë e vështro Zoti, vetëm mos mundo më kohë, të mërzisin njerëzia, nuk të mbet dhe një mik, thuaja të gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaja të gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Elen, e cila ka ndarë pak më parë dëshminë e saj një histori që jam e sigurt ndoshta shumë gra apo vajza në moshën tënde e kanë ndjerë atë sfidë, atë moment të vështirë, por jam shumë e lumtur që ti ke gjetur Perëndin në jetën tënde dhe ai patjetër të ka çliruar, të ka dhënë shpresë, të ka dhënë besim për të ecur përpara edhe për të mbështetur tek ai. Ti besojmë atij çdo bar në fundit, sepse ti ndave pak më parë që unë nuk doja që barat e mia ti ndaja me personat e tjerë, ndoshta me familjar, me njerëzit tanë më të afërt, por le të mos harrojmë që ti besojmë barat tona Perëndis, është shumë e rëndësishme, sepse ai është aty për të kujdesur për çdo gjë që ne kemi, për çdo sfidë, për çdo pengesë, për çdo vështirësi. Ndalemi në këto momente tek shërbesa në kishën ungjillore në Sovjan së bashku me bashkëshortin tënd, i cili është pastor aty Gjenoja. Ju jeni duke shërbyer për gjatë këtyre viteve. Si është të jesh pjesë e një shërbese familjare, cilat janë ndoshta gëzimet por dhe sfidat që përjetoni së bashku, sepse jam e sigurt ka edhe plot sfida. Patjetër, është më tepër se bekim. Domethënë është një kënaqësi, një lloj paqe që merr që nuk shpërblet me asnjë gjë tjetër. Ne jemi të bekuar sepse në atë vend, në atë komunitet, ju e dini që fshati nuk e ka jetën aq të thjeshtë. E vërtet. Edhe sfidat për ne si çift, si njerëz që drejtojnë një kishë, janë të mëdha sepse të thyet zemra, njësoj siç i thyet Krishtit kur shikon që në një komunitet ka jo besimtar. Dhe kur besimtarët që ti ke në kishë kanë nevojë për ty. Do me thënë ti e ai që kisha jote do të përplaset tek ty. Dhe shpesh herë nuk e ke mundësi, nuk e ke aftësinë për të bërë atë që duhet, atë që është e nevojshme.
kemi kaluar sfida dhe jam e sigurt që do të vazhdojmë të kalojmë, se kur vjen puna për vështirësi, unë mendoj që besimtarët kalojnë ndoshta më shumë se jo besimtarët, por kur vjen puna për vështirësi që ne kalojmë, janë sfida shpirtërore shpesh herë. Po. Sepse kjo është një gjë që ti e bën me zemër, e bën me shpirt, është një gjë që Perëndia të ka thirrur të bësh. Domethënë nuk është një gjë që ti e bën thjesht me logjik. Edhe është e vështirë ndonjëherë shpirtërisht. Është e vështirë financiarisht. Po nga ana tjetër ka edhe gëzim. Ka shumë bekim kur ti shërben si familje. Duke qenë se djali ton Sioni është i vogël, ne jemi, le të themi, të detyruar që gjithmonë ta kemi me vete, po për ne është gëzim i madh që ai të rritet mes besimtarësh. Sepse Sioni është pjesë e çdo takimi, e çdo programi, kudo ku ne jemi, Sioni është me ne. Edhe për ne është gëzim i madh. Edhe dua të them diçka, para disa javësh ne ishim në një projekt për vejushat në Sovjan, me kishën e Libonikut, dhe pastori i kishës Platori po ndante grupet se ku do të shkonin secili, sepse do të shkonim në drejtime të ndryshme në fshat. Dhe Sioni e dëgjon me vëmendje dhe thot, "Ok, po unë ku do të shkoj?" Dhe kur ai bëri këtë pyetje, kam ndier një gëzim të madh kur fëmia im thot, "Unë ku do të shkoj?" Pra ai është i vogël, por pret thirrje për të shërbyer. Dhe ne i tham, "Ti do vish me ne. Nuk keni pse më merrni ju. Mua duhet të më dërgoj Platori, jo ju. Ju keni Sovjanin, mua duhet të më thot Platori." Pra ai po kërkonte diçka të vetën. Dhe është gëzim kur e shikon këtë tek fëmia yt edhe mbi të gjitha në komunitet. Shikon një ndryshim tek njerëzit që hyjnë në kishë. Shikon ndryshim tek fëmijët që hyjnë në kishë, sepse ne kemi programe për grup mosha të ndryshme. Po, cilat janë shërbesa që ju keni momentalisht aty? Atëherë ne kemi kurset e anglishtes për fëmijë. Edhe këtu ne kemi besoj që i drejtojun, po, i drejtojun. Edhe ne këtu kemi përfshirë të gjitha grup moshat. Nuk kemi bërë ndasi që nga kjo moshë në këtë moshë të jenë sepse në fundit nevojat janë të tilla. Ne kemi bërë më së shumti për një arsye që në fshat njerëzit që punojnë së shumti në fushë. Dhe janë të detyruar që fëmijët t'i lënë vetëm ose t'i marrin me vete në fushë. Edhe kur kemi kaluar rrugës, kemi parë shumë fëmijë në fushë, edhe kjo gjë ma ka thyer zemrën kur shikoja Sionin me mua në makinë që thjesht po vinte për një takim fëmijësh dhe fëmijët e tjerë që detyroheshin të punonin ose thjesht të prindrit ose të qëndronin, ndiqnin sepse nuk kishin ku të rinin. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse ne kemi dashur që të bëjmë një program kursesh në mënyrë që fëmijët të ishin brenda, mos të ishin vetëm. Kjo ishte një mundësi edhe për prindrit që, si thua, ishin me mendjen e fjetur që fëmijët nuk janë vetëm. Ata e kanë krijuar tani besimin tek ne dhe na njohin, kisha është bërë dukshme edhe për jo besimtarët në komunitet. Kështu që ne vazhdojmë me kurset, kemi studimi biblik për të rritur që e drejtojun, është takimi i fëmijëve dhe takimi i ditës të diel që e bën Genoja. Më vjen mirë për mënyrën se si jeni duke shërbyer edhe duke punuar në komunitetin në cilin Perëndia ju ka thirrur të shërbeni. Ela, si ndikon besimi yt në ato vendimet e përditshme dhe në mënyrën se si ishe sfidat e jetës? Ti e solle pak a shumë këtë këndvështrim tek një moment i rëndësishëm në jetën tënde, por le të çojmë për te atij momenti të vështirë. Unë mendoj që ka ndikuar shumë nga momenti kur unë kam tërzuar jetën Krishtit. Është e vështirë që të marrësh kryqin tënd. Kjo është një nga gjërat më të vështira, është e vështirë të heqësh dorë nga krijesa jote e vjetër. Edhe ti jesh një krijesë e re të cilën Perëndia e ka krijuar me një qëllim për të dhënë lavdi Perëndisë. Kjo është një gjë e vështirë për të bërë dhe kur unë e kam bërë, i kam marrë vendimet me zemër, me dashuri, dhe mbi të gjitha jam këshilluar gjithmonë me Perëndin kur kam vendosur për diçka. Me urtësi, pra. Biseda me Perëndin është ajo që t'i jep atë mençurinë dhe diturinë, urtësinë e dur për të vendosur për gjërat. Dhe kur ti e bën një gjë të tillë, është e dukshme për të tjerët.
reflektohet Dhe patjetër. unë e kam ndier një gjë të tillë sepse ka patur momente kur mund të kem thënë që unë kam dështuar, nuk mund ta bëj dot këtë shërbes, nuk ka efektshmëri, nuk po shikoj një ndryshim. Dhe në një moment del dikush nga kisha dhe më thotë që shiko se nga kjo që ti ke ndarë sot, nga kjo që Genoja ka predikuar në fundjavë, ishin dy gjëra që lidheshin bashkë. Edhe një nga gratë e kishës thotë, unë mendoja që isha besimtare, po tani e kuptoj që nuk pas kam qenë. Dhe ju jeni një indicje që besimi i vërtet të lindë në zemrën time. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që mënyra se si jetojmë ne të jetë pasqyrë e Krishtit. Të tregojmë Krishtin me jetën tonë në përditshmëri për të qenë ndikim për të tjerët. Patjetër, ne asnjëherë nuk e dimë se si mund të ndikojmë ajo që ne themi, mënyra si veprojmë, edhe mënyra se si ndajmë Krishtin me jetën tonë edhe tek të tjerët. Nuk e di a mund të ketë në një moment të veçantë në shërbes për te asaj që ti solle, që mban mend si një dëshmi të fuqishme të veprimit të Zotit për gjatë këtyre viteve që ti së bashku me Genon keni shërbyer dhe vazhdoni të shërbeni. Një moment që jemi ndier keq, të thyer, ka qenë një kohë kur kisha u sfidua nga komunitetet të tjera besimi dhe pati një thuajse kisha ishte bosh për disa javë rresht. Edhe kjo na lëndonte sepse dukej sikur të paktën ne ndiheshim që apo bëjmë mjaftueshëm. A jemi të mirë mjaftueshëm? Ndërkohë ne nuk kishim pse e mendonim këtë gjë. Domethënë përgjigjet e këtyre ne i merrnim më vonë kur Perëndia vepronte. Nuk kemi pse të jemi ne mjaftueshëm të mirë. Perëndia është, ne thjesht bëjmë atë që ai na ka thirrur. Jemi vegle në dorë. Dhe vepra i ngelet Perëndis në mënyrë që ai të marrë lavdin. Edhe në këtë kohë kur duke sikur kisha ishte bosh, sikur shërbesa kishte dështuar, sikur nuk mund të bëja asnjë takim dot, Perëndia veproi edhe solli në kish ata njerëz që vërtet i besonin atij, atë grup njerëzish që vërtet e kërkonin Perëndin. Edhe ky ka qenë momenti kur ne kemi marrë vërtet zemër dhe kemi thënë që kjo është një gjë që do të vazhdoj. Perëndia na do këtu. Pra ishte si një rikonfirmim i thirrjes të Perëndis. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, pse jo për të ndarë një mesazh të fundit në këtë bisedë që ne jemi duke zhvilluar, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Dashuri e Perëndis, kënduar nga Gloria Nure. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, ai më merr me dëmshuri, dashuri e Tij nuk ka kufi. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e Tij do të vi, dhe shpejt jeta
Dashuri e Perëndis, një këngë vërtet shumë e bukur kënduar nga Gloria Nure, na rikthen në studio në programit Muzik Plus në ditën e sotme. Kam zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me Elën, e cila vjen nga kisha ungjillore në Sovjan, megjithëse më vjen ta them natyrshëm në Libonik, ajo së bashku me Ginon, bashkëshortin e saj, janë duke shërbyer tashmë prej disa vitesh në kishën ungjillore në Sovjan. Ela ka ndarë më tepër nga historia e saj e besimit në ditën e sotme dhe vërtet Ela ka qenë një kurajim i madh për mua personalisht, por jam e sigurt edhe për gjithë ata që na kanë ndjekur sot në valët e Radio Manuel. Dhe së fundmi, çfarë mesazhi do t'ju përcjellje dëgjuesve të programit Muzik Plus, veçanërisht atyre që ndoshta janë në kërkim të shpresës dhe të një drejtimi shpirtëror? Unë do nisesha nga ajo që unë kam përjetuar, nga dëshmia ime, edhe atyre që dëgjojnë do t'ju thoja që jeta jonë është si procesi i verës. Edhe në këtë proces të jetës time, Perëndia nxori një verë të re. Edhe Zoti thotë unë do të nxjerr verë të re. Kështu që mos u shqetësoni nga tronditjet apo nga humbjet apo nga ato çfarë mund të jetoni në jetën tuaj. Edhe kujtojini vetes atë që Jezusi tha dishepujve në darkën e fundit. Jezusi ju tha, unë po ju lë paqen time, po ju jap paqen time, dhe nuk ja u jap siç u jep bota. Edhe fjala paqe në hebraisht, sepse kjo është gjuha që flitej, dhe kur Jezusi tha shalom, nuk kishte thjesht kuptimin për një qetësi, për një paqe mendore apo thjesht mos vrisni mendjen. Ai po ju thot, kini atë lloj paqe që pat tek unë në mes të stuhisë, kur të gjithë ishin të shqetësuar dhe Jezusi flinte. Kur ata erdhën për ta marrë, për ta arrestuar, dhe ai kishte një lloj paqe. Edhe Krishti po thot, këtë lloj paqe të keni. Edhe Pali në letrën e Filipianëve ja u rikujton sërish besimtarëve dhe thot, paqja e Atit do të jetë me ju dhe do të ruaj mendjet edhe zemrat tuaja. Kështu që kur keni një siguri të tillë, kërkoni paqen tek Perëndia, nuk ka gjë më të bukur, më të mrekullueshme, edhe është një lloj paqe që nuk ka të krahasuar. Nuk ka lidhje me mos vrit mendjen. Po është një gjë që çfarëdo lloj faze të jetës të kesh, unë jam e sigurt që dikush nga njerëzit që po dëgjon ka përballë vetes një Goliath të madh, po mos keni frikë. Zoti thot, mos lejoni zemrën t'ju tronditet edhe as të friksohet. Nëse ai thot mos lër zemrën të tronditet, atëherë gjej forcën edhe paqen tek Perëndia. Nëse mendon për një çast për Jezusin, të gjitha gjërat e mira e kanë themelin tek ai. Origjina është atje. Gjen inkurajim, forcë, dashurinë, mbrojtjen, kështjell, gurqoshe, quajini çfarë të doni. Origjinën e ka aty. Pra gjithçka e mirë dhe dhunti vjen nga Perëndia. Merrni paqen e Perëndis, merrni Krishtin në jetën tuaj, pranoni hirin, edhe ashtu siç thuhet tek Efesianët, jo nga veprat që askush të mos mburet, po për shkak të dhuratës që Perëndia na ka dhënë. Është një e vetme, është dhurata e Perëndis. Duke pranuar këtë, keni pranuar hirin e Perëndis në jetën tuaj. Edhe atëherë do të shihni që kjo lloj paqe që Krishti ju ka lënë besimtarëve, është ajo që t'i jep gëzim edhe t'i jep kurajo për këtë lloj jete në këtë botë ku jemi. Ela, të falenderoj vërtet shumë. Ke qenë një inkurajim, e përmend edhe një herë për mua personalisht. Ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë në studio. Të uroj shumë bekime, edhe një shtatzoni sa më të lehtë. Faleminderit. Për mua ishte kënaqësi edhe për gjithçka që ka ndodhur në jetën time është vetëm lavdi e Perëndis. Të uroj shumë bekime dhe ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Ju ftoj të ndiqni Shkëmbi i Shpëtimit sërish nga kisha ungjillore në Libonik Maliq. Rikthehemi miq vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur në ditën e sotme. Shpëtimit i Zotit